Ajo që po ndodh mes aktores dhe blogeres Eliona Pitarka dhe klinikës private Vera Virhov me drejtuese Genta Dedej ka kaluar prej kohësh kufite një keq kuptimi profesional dhe është ndëruar në një shembull shqetësues të mënyrës se si babzia për para mund të shkel çdo normë humanizmi dhe etike. Eliona Pitarka është nënë e 3 fëmijëve, e cila për vite me radhë ka qenë kliente e rregullt e kësaj klinike private, duke paguar çdo vizitë dhe shërbim mjekësor për fëmijët e saj, pa kërkuar favore apo trajtim të veçantë. Paralelisht, si blogere dhe figurë publike, ajo ka ndarë vazhdimisht këshilla dhe përvoja personale për nënat e reja me synimin e vetëm për të ndihmuar dhe informuar. Ironia qëndron në faktin se klinika Vera Virhov ka ripostuar më herët këto këshilla duke i përdorur ato pa asnjë kundërshtim, madje duke përfituar nga besueshmëria dhe ndjekësit e Pitarkës. Por në momentin kur ajo shpërndau një informacion për fëmijët, informacion që klinika sipas saj ofron vetëm kundrejt pagesës, qëndrimi ndryshoi rrënjësisht. Në vend të dialogut, sqarimit apo respektit minimal njerëzor, aktoria denoncon se ndaj saj nisën sulme publike, linçime dhe kërcënime me padgjyqësore, një reagim që për shumë kënd ngjan më shumë me përpjekje për frikësim se sa me mbrojtje profesionale. Në një shoqëri normale, ndarja e informacionit bazë për shëndetin e fëmijëve nuk do të shihej si kërcënim financiar, por si detyrim moral. Kur një klinik private zgjedh të sulmojë një nënë sepse ajo nuk e shiti informacionin, problemi nuk është më ligjor, është etik. Këtu nuk kemi të bëjmë me shpifje, as me shkelje konfidencialiteti, por me një konflikt mes humanizmit dhe interesit financiar. Dhe në këtë konflikt reagimi i klinikës ngre pyetje serioze. A duhet që çdo informacion mbi shëndetin e fëmijëve të kthehet në produkt tregu? A justifikohet linçimi publik i një nëne sepse ajo zgjodhi të ndajë diçka falas? E parë me optikën e një nëne, klinika i ka prishur punë vetes. Asnjë prind nuk do guxonte të çonte fëmijët për vizitë tek mjek që të kërcënojnë vetëm pse ndan një informacion për të cilin ke paguar.